Mendohet se është gjetur. Policia italiane po kujdeset për të. Djali nuk paraqet probleme. Më në fund është gjetur. Po, është gjetur. Lajmëroni nënën të niset për në Itali. Po, agroni jam. Sot ajo udhton me linjën Tiranë-Rom. Po, për në Rom. Nesër ka takim në policinë italiane. Vinereute passeggeri giusto in Tirana, Roma, Italia, janë lutur të paraqiten në dalje numër 2. Është koha e daljes. Faleminderit. Your attention please. Passengers flying from Tirana to Rome via Italia are kindly requested to be present at the gate number 2. It's time for boarding. Keni bagazh të çuar? Përshëndetje. Faleminderit tash. E meriton të që një shpërblim, por me kohë, kur t'i vi dita. Vinereute passeggeri qudhën nga Tirana në Bologna me Andrian Airlines janë të lutur të paraqiten në dalje numër 3. Është koha e daljes. Faleminderit. O Zot, ku po shkoj kështu? Thonë se njeriu kur vdes shkon o në ferr, o në parajs. Unë për së gjalli i provova të dyja. Kapoja është në duar tona. Po, do të kemi edhe arrestimet e reja. Po bëhet i tërë zbulimi i rrjetit. Faleminderit. Vjen një ditë dhe e kupton se jeta është luftë. E ashpër, e egër, por edhe e bukur. Me njerëz për rreth, por edhe e vetmuar. Si ato vitet të nxirosur në internim që sot stip se më vinë para sy dhe si një film i gjatë, pa mbarim. Në Tiranë do të kthehesha bashkë me shumë të tjerë, pas vitesh të merri në kampet e internimit larg. Ma tanë këtyre kodrave që rrethojnë qytetin tim. Më vonë të banoj në shkollën e partisë. Kur shkela këtu për herë të parë me së rënimit të saj, më duk sikur nuk kisha dalë akoma nga dara e frikës. Aty lash njerëzit e mi më të afërt. Por thonë mirë, ëndra për lirim është më e bukur se vetë liria.
Po agroni. Apo, ka gënjur dhe ka rëmbyrë një vajzë të re, gjimnaziste. Po, është tepër finok. Po banda e shfrytëzon pikërisht për të tërhequr vajzat e reja, se është i pashëm. Na ikën, bro. Po, tani gjendën në Itali. Si fat? Hajde pra se na rend dashuri me peshkun. Ja një sekund, të lutem se po i shoh, se u knaqi. Sa vanua dhe ai pse s'po vjen? Po qa kjo, mërzit e ti? Jo sa mërzita unë po knaqem shumë, po sikur na zori nata o arsu. Po ripaj los me peshk. Hajde tu se ngele me peshkun. Hajde. Opa. Zë vëllete? Qa të marrësh? Një akullore. Peli, unë gelato kon? Të qa? Fruta për. Con frutti del bosco. Per me un crodin. Sì, grazie. Grazie. Atë mirë janë në zot. Shifaj! E kapi. Pefku! Shisi unë blot. Shifaj. Të bukur janë, zot. Shqiptari një këtë? Po. Shumë interesante. Shkemi, si kalone? Mirë. Unë e në Valbona, po ju të gjova tani Shqipës ta shu. Unë e majtë me këshbeni. Jetoni këtu? Jo, sot kemi ardhur. A, sa, po si po ju duket? Mirë. Po ti këtu jeton? Aha. Jetoj në fakt tek dy pleq italian. Kujdesen për ta, ndërkohë vetë studioj për pikturë. Sa mirë. Në piktore. Shiko, unë do zbres, jam me makinë ndërkohë. Do zbres, do marrë të picën time edhe po të doni mund vini me mua. Se keni mundjen. Ju tregoj dhe pak rrugët. A? Se të veni. Jo. Jo, faleminderit se po pres një mikun tim. Okej, si doni. Rosh. Kaloni mirë, a? Ciao. Faleminderit. Gjithë mirë. Natën e mirë. Sa mirë ishte. Si shpjeri? Sa vëmë dhe kë kamarieri. O, Zotë, si jam bërë kështu. Më duhet të mbledh veten, të kap ditën. Qo se erdi? Qo. Pa kolorën. Po lime qa gullore se hajme ne kush, po qo. Erdhe. Hajde. Hajde, bro. Erdha.
Nata e parë në liri, me një qërim i kokë. Kjo ishte ëndra ime. Ec. Po sa vonove më burri dheu. Po kishte trafiko për vdiqja në rrugës. Po mle aty. A u mërzite zotrote, ha? Po unë shtë bëj. Si shkojmë punët andi? Mirë, ja ashtu, si gjithnjë. A folje me çunat? Fola, si s'fola. Po shpirti ku të ikim neve? Qa ke me zë? Kodin dhe të. Ec, bjafës. Jebi edhe pak. Ka marrë më në telefon ato? Dje morën, dje. Majtës. A ke parasysh rrugën e? Po, marë buri dhe, ose se kam parasysh e kam bë me 100 herë këtë tjallë rrugë. Ma maj e sekund. Maj e sekund se vdisha, po thëmë. Po, s'ke marë burë, Maj e s'ke. sekund se vdisha. Sa ti këtë futëm do i që shurën e rrë. 2 sekonda. Vetëm 2 sekonda, po thëmë. Zemra mos më. Ku po shkon? Ke punë me mua tani, dëgjove. Që kam punë me ty? O Beni! S'esh me Beni, jo. I të lutem ndalo makinën. O Beni! Mos thirë, të thash, mos thirë se do t'a kitë. Ndalo më të marrin Beni. Po ndalo makinën. Ndalo më makinën po të them. S'na hitën do të dhe s'ke për të... Gjo mos ka Ku do të shkoja, moj? E ku do të snajtën do të moj plerë, na moj janë dy, moj puton, moj poqë, moj plerë, moj gërësi, puton, të snajtën do të, na moj sene.
Ma thua emrin të lutem, përndon du pak. Jo, do ikëm në shtëpinë time. Do jesh shumë e qetë aty, unë kam një dhomë shumë të bukur, do dihesh shumë mirë. Do të pastroj, do rregullohesh në të gjitha, mos u shqetëso për asgjë, vetëm rri e qetë. Jesh e pashur, zotin më. On veut porter haut et fier. You're now tuning with the best. Come on, mommy, en grande forme. Come on, listen. You're now tuning with the best. Come on, mommy, en grande forme. Come on, listen. Listen. The roots of evil. شديت الأمل غير في العالي شحال وقفتنا شحال ليالي شديت الأمل غير في العالي Ciao Bella. Hadi zor Lala, zor. Po më kanë thonë se ke sjell mall të mirë, ha? Po ty kush ta tham vëlla? Çoncika. Po je bukur ti. Ngjiten vetë. Po nuk është puna këtë njët me zvet. Problemi im është tjetër. Ja e tholla deri këtu. Po këtu çfarë ti bëjon pastaj? Pse më çka kanë? Çka kanë vëlla? Lash me ato koklakën, me ato pallën atje, ka i orën mes rrugës me atë. Rriqet. Di vetaj. Folema qa di vetaj jo burë vëllë, qa di? Po merak po them. Se në mos. Ke bëj gjë boks ti? Ai tu ti thjesht më burë. Boksin e kam mësuar burë që thotë. Burë. Për çfarë ti burë? Si për çfarë ash? Po ai tu thik pra. Po sa po bona gati me dal? Mi shtunë një ca vjet më ta plerë. Se? Gjoja për agitacion e propagandë. Po ke pati që më doli më për hajër mu? Sepse tashi, kam statusin e dënumit politik. Fona të kohë fiksova kesh pa të etusin. Merë dhe ditëm ka fas. E kom kap pre fyti. Ja kom futi krusht. Ja kom përplas ato qyret pas murit. Do të shkërdatën përgatiti gati dosin mu? Dosin për pushkatim. Mos kishte ardhur demokracia? Vlla jot kishte për të pas koqen e plumit. Pas garujt zolli lale. Pas ke shpëtu për lesh bubi. O me lena celular, buj që qetë. Shish botu. Alo. Ha? Si? Ku iku më vlla? Po nga ti ku më vlla? Ka hiku. Kush hiku më? Ka hika jo më vlla, hiku. Shme e kurve? Hiku pra. Qa thotë më? Nëse flasë më. Nga hiku. Alo? Ama sa unë jëm, ha? Ku ti ku më? Si? Në që qa po thëmë? Mene në 2 sekonda dhe. Në qofë se s'ma ke gjithë, do të rjep të gjallë, ma e menë shko për të po. Ti di se unë i e flasë. Ha ditësh.
Hamër, qa tha? Pas këshik pra. Po ne qa do bëjmë tani, po mirë. Do marrim këtë gotë nejnë. Kemi ato çuna tani. Një gjë më mirë ikën se nuk po ma më vend. Qohë. Paguj dhe ikë. Hajde. Hajde. Che è successo? Maria, ti prego, portami un po' d'acqua, ti prego, subito, Je në shtëpi këtu, Ku është Beni? Kush është Beni? Qetëso, lëre Beni, mos me ndazë, të lutem, qetëso. E se këtu je në dorë të sigurt, Vaj! Ku është Beni? Beni. Do ta shohësh pak më vonë. Po shoh vetëm qetëso. Vera? Vera? Shpresa, si e more vesh? Si më gjete? Të gjeta me hundë. Pastaj filloi kjo dhimbja e kokës. Plaga që ma ke bërë ti kur ishim të vogla. Kam motër, kam shpirt, kam zemër. Hajde, shpresa. Po ke ardhë që dje dhe nuk e dalë. Përse selet më kërkoje? Nuk e di, ndoshta nuk duhet të të takoja. Më falë shpresa, po pastaj do ishte më mirë të mos kërkoja. Ti ke hallet e tua dhe... Hanë bëllari këto tani. Pastaj ti nuk ke murgesh. Si mund të rish në këtë ambient, ma thuaj? Ha? Ajde qo? Qo se do dalim. O zot. Tu bjera myk. Edhe më duke se era myku të vjen për teje, Ajde qo? Ajde. Jepi. Mere. Vishu. Shpejt. Po ai. E di ai që ka ardhur? Shpesa. Dritani është një kapitull i mbyllur për mua. Ke di pse po më kujton diçka që i takon së shkuarës. Ver. Në zemër nuk ka kur, as të shkuar edhe as të ardhmen. Po t'ishte gjallë fëmija ynë, ndoshta do të kishte një urlicë për ne. Po me vdekjen e tij, gjithçka ka marrë fund. Të lutem shumë mos ma kujton asnjë. Kur? Budallaqe. Fjala kur është bërë vetëm për të mbetur mes fjalorëve. Po kështu është edhe fjala dritan. Dritan, Po? të kërkoj. Kush? Një grua. Alo? Ja.
Si fjeta? Mirë, po ti? Mirë. Po na. Bëj një kohë gjatë që përmend një emër që. O? Kush është? Paranci. Po pse nuk më tregon? Të do ishte më mirë dhe për ty, po na. Ose është ndonjë që të ka tradhtuar, të ka lënduar, të ka bërë të ndihesh keq? Është një histori shumë e gatruar, Alma. Ai sa dhon vetë kur e mendoj më ndërlikon edhe. Po ndoshta unë nuk e kuptoj, po do ishte më mirë për ty. Mbasa ke drejt, po. Pastaj unë nuk e kuptoj se çfarë të keqe të ka të duash një djalë. Po e keqja kjo është se nuk është djalë. Është një profesori. E çfarë pastaj? Në është i martuar, Alma. Po le të jetë dhe i martuar. Zemra nuk do të di nëse dikush është i martuar apo jo. Nëse këto janë fjalë, po e vërteta është ndryshe. Më kupton sa herë që hynte në klasë më ndjesha tjetër njeri. Unë për këtë arsye ika që ta harroja. Dhe zgjodhe rrugën më të mirë. Po pse çfarë do të bëj unë sipas teje? Po të rria ty t'ja thoje, të vërtetën. Po jo, Alma. Si jo? Nuk mund t'i shpresha kur për ndjenjat e mia, kur. Po, mendoj që ti të kthehesh. E ti çfarë thonë që dashuria ka gjithmonë një engjël mbrojtës. Tani Alma, këto janë pralla me mbret. Nëse unë do bëj një kafe, do ti? Ma dhe më një. Sigur ta dinin meshkujt se sa të brishta janë femrat. S'do të silleshin kurrë shumë e të. Do t'i mbanin si diamantë, se do kishin frikë se do i pinin nga duart e do i thyej. Po si është? Nuk e kuptojnë që po thyje zemra e një femre, bëhet copë e thërime. Leva, te bërë mungesa, ha? Mira pak. Aurelio! Po. Si që marru kokën, më ajo fizika, në qadilja do të më disha për cigare. A më një se di që marrova.
Jezus, të mësusja do të më rëshë seksin, se mos vetëm mësusja, gjitha u skuqëm. Qa thonë mos u skuqja. Në ku, ju jeni shumë brave. Mos ofendo, a? Kje dashnor ti? S'ke. Unë kam. Një për vërtet dhe një në internet. Ua, edhe unë kam. Gënjem, pa, me të rëgëshë si këtë eshte? Ua, jam i kështu. Ish, shumë edhe dhe nga mbrata. Se më të rëgë të flokët. Shikoj që bluzëm, besëm edhe, hajde të shumë. Si interesant. Po je vogël një se e në vitë pare. Në një desë të mësë. Shpresa, sot mora lekët e kompensimit për dënimin, edhe duat më ndihmosh për të blerë një shtëpi të vogël. Pash një herë disa njoftime rrugës, po ishin çmime të çmendura, s'kapeshin. Ma aq para sa kam unë, as që bëhet fjalë një herë. Po thash, sikur të shohim një herë ande nga periferia, ndoshta do të gjejmë ndonjë gjë. Po lëre të mohabetin e shtëpisë, pa e zotin. E kupton që ka marrë për gjë tjetër sot? O shpresa, të lutem lëri shakat. Unë dua të blej një shtëpi, po nuk mund të banoj më këtu. A e kupton? Nuk di çfarë të them njerëzve kur më pyesin ku banon. Shkolla e partisë. A e kupton çfarë ironie? Banoj tek shtëpia e nënës parti që më dënoi. Unë dua një shtëpi time në shpresë. Po mirë. Çfarë ke? Nuk do shaka. Do që të flasim seriozisht. Harroje muhabetin e shtëpisë. Më kupton? Do vish të banosh me mua tek shtëpia ime. Kam një vilë me 3 kate. O, me pësa më shikon? A e kupton që ato po myken dhoma të bosh? Hajde, edhe lekët mbaj për vete. Lëri se janë lek gjaku, po të them, mos në dëprit, të lutem shpresa. A e kupton që unë jam bërë krejtë rastësisht e pasur. Më kam ndryshuar fare, Vera. Po s'ka ndryshuar asgjë tek unë, më kupton? E nëse do që të them të vërtetën, unë kam më shumë nevojë për ty se sa ti për mua. Ndjemi vetmuar, më kupton? Kam nevojë të kem pranë. Shpresa, ti ke familjen tënde, ke fëmijët e tu. Të lutem, Vera, mos më bëj kokë fort. Nuk doja ta thoja sepse ti ke patur gjithmonë hallet e tua. Po kur them se kam nevojë për ty, vërtet kam nevojë për ty, më kupton? Unë flem me sy hapur dhe jam e llaktarisur.
Mëra. Para një viti më rëmbyen djalin për një 5 ditë. Edhe pastaj më kërkuan lekët e pengut. Nuk është histori e gjatë se si ja do lëmban, por që nga jo ditë unë jam gjysmë njeriu. Nuk e di, por jam e shkatruar, jam krejtësisht e shkatruar. Nuk flet dot gjumë, pa pirë ilaç. Am kupton pse them që kam nevojë për ty. Qysh nga ajo ditë nuk e dëgjoj dot më fjalën lek. Nuk e di, lekët më nxjethin mishin. Paska diçka më lart se ajo. Apo jo? Ti e di mirë se kush është. As që doja ta thoja, po mirë. E janë ngri më mirë dhe dalim. Flasim rrugës. Nuk e di, po kam nevojë të ecem. Ai se do të të shohë ty të bukur. Ec. You've been my superstar. You've been my superstar, but it's not what you are. You've been my superhero. Since I've lived in your shade, every step that I made mean nothing but zero. But I'm staying alive, now I'm changing the life with a burning desire. No one knows who I am, but the day when I set you on fire, say, I'm gonna find the fire. Are you ready? I wanna make you wanna it. Say, I'm gonna make you feel my heart. Wanna say that I'm there. Are you ready? Make you wonder, rolling, steady. I'm gonna make it see the mind is starting now. Shpirt, si kalove ti sot? Just take a look at me, deep inside and you. Po pse ha buk me djathë, mi të keqen mami? Zana, po të pyes edhe ule atë të drejsh televizori, pse ha buk me djathë? Mungon gjë? Po, mungon. Të mungon? E çfarë mungon zonjushës? Nuk ka të ha, nuk ka të pi, nuk ka të vishet, apo nuk ka shtëpi të bukur? Çfarë të mungon? Të duket sikur kanë familje? Babin e nxjerrën nga shtëpia. Vetë gjurën e del si teket. Unë kam as motor as vlla, vetëm. Për cilin baba po fleti? Hë? Për atë të paftin që si ishte i zotit të nxirrte as lekë të cigarave të veta? Për atë më flet? Po ai s'është mi. Ai s'është as baba, as burr, as lesh, as gjë s'është ai. Po ti çfarë je, ha? Qa jam unë? Unë jam ajo që të rris, që ta kam bërë kokën kaq, që punoj gjithë ditën edhe që mendoj vetëm për ty. Po, mendoke për mua, ha? Ty s'të plas fare për mua. Ti mendon vetëm për lekët, bësh pjesëliqe t'ia fusësh njerëzve. Po i zara me kë flet kështu ti? Ë? Harron që jam nëna jote. Po, kam harruar. Sepse ke vite që s'merresh me mua. Ti rrit gjithë ditën pret pas tendrave, pas pallateve. Ti zhdurën nga shtëpia me ditë tëra. Mo çfarë ma e je? Mos thua çfarë ma e je? Ti s'di ç'a bëj gjithë ditën e ditës. Apo më jep një shuk me lekë dhe kujton se jam e lumtur. Për ty edhe çdo ministër është më i rëndësishëm se mua. Për ty edhe shoferi është më i rëndësishëm se mua. Për ty ja. Mu zhduk tani në dhomën tënde dhe mos të shomë.
Deshet gjë? Që është e vërteta kisha diçka, po mendoja se po flini dhe nuk... Jo, urdhron. Lori. Po? Çfarë kishit? Unë kam qenë një nga hetuesit e babait tuaj. Pastaj? Ju nuk po morreni? E marrë me mend sa keni vojtën. Aq më tepër pas burgimit babait, ju la dhe nëna. Besoni. Brejtja ndërgjegjës që nga më rënë se çdo vujtje. Nuk ka pse t'u vras ndërgjegja nëse keni bërë detyrën tuaj. Pikërisht. Sepse nuk kam bërë atë që duhet. Si? U tërhoqë. Ushtira i smurë. Dhe ata më zëvendësuan. Tërsa babajnë tënde pushkatuan. Duhet dini një gjë. A ishte i pafajshëm. Ç'rëndësi rëndësi ka kjo tani? Keni drejt. Tani çdo gjë është përmbysur. S'ke ku ta kërkosh drejtën. Mos pandes edhe për ju nuk është e lehtë. E për mua, jo, kuptohet. Kishit gjë tjetër? Jo. Them drejtën kisha diçka tjetër, po... Pes, tani nuk është momenti. Jo. Nuk ka problem, po jo dëgjoj. Di që nuk do më besoni, po... Do marrë kucimin tua, them. Unë jam një nga ato 10 djem që ju andronim kur ju hesnit në rrugëve të Tiranës. Bile, njëherë vuna bas me shokët se do të ndaloja. Hodha 1-2-3 gota, ju dole përpara dhe ju zjata dorën. Naturisht ju më përshëndetet me mirësi. Nërsa unë fitova bastër. Nuk më kujtohet. Këtë hezitonit më thonë. Ajo, kisha diçka tjetër. Po? Ju e dini që unë di shumë gjëra, por nuk do t'ju lëndoj. Tani çdo gjë që të thoni nuk më bën më përshtypje. Ju ishit të dashuruar me drejtanin, mësuesin privat të anglishtës që vinte në shtëpinë tuaj. Kush ua ka thënë këtë gjë? E shikon që u lëndove. Po mos u shqetësoni. Te nuk e di askush. Edhe unë e dëgjova gjatë rrëfimit babait tuaj kur po e merrja në pyetje. Në doni që ta meritoj dënimin, dënomeni për vajzën që e ndava nga ideal. Të tjerat janë gjepura. Kështu thanë. Më vonë e mora vesh se cili ishte profesori, si kishte emrin, dhe që e kishin dërguar në Selenis të Vlorës. Ati ishte martuar me një arsimtare. Dhe ka një fëmijë. Pse mi thoni të gjitha këta? Më falë, por mendova që do t'jeni përgatitur për gjithçka. Kush jeni ju që merrni me jetë të tjerëve, ha? Ndoshta ajo është pjesë e jetës sime. Çfarë? Edhe unë e kam pësuar ndarjen. Është fati e sodi që na bashkon. As mos e çoni ndërmend një gjë të tillë. Siç kanë ardhur kohët, unë edhe ti do të kemi nevojë për njëri tjetrin. Natën e mirë.
Më duket se jam shtatzan. Vërtet? Ti e bota ime. Agroni e? Po, Agroni. Ti ke një vajzë? Po. Nuk do ta kesh më. Hiq dorë nga ne. Fëri kishtin kokës. I kërcenuar nga një telefonate mistershme anonime, Agronit I duhet të zbuloj grupin e trafikantëve, por edhe të mbroj vajzën e tij, fluturën. Zana! Ajo ka për shoqe të ngushtë Zanën, bijën në një gruaje të divorcuar, Zyrakës, që është pronare e një firme ndërtimi. Ndërkohë, piktori Petrit Guri, pasi është kthyer nga internimi, fillon jetën normale në kryeqytet. Ai jap ekspozitën e parë dhe pritet mirë. Gruaja e tij, Violeta, kërkon të marrë pronat dhe shtyn të shoqin drejt karrierës. A do t'ja dalë mban? Dy vajzat, Valbona dhe Alma, përpiqen që të kthehen në Shqipëri. Në mbrëmje, ndërsa udhtojnë drejt aeroportit, dikush I ndjek. Kush është vallë? Një ditë Vera takon rastësisht në korridoret e spitalit Sofiken, një mami e vjetër që kërkon t'i thot diçka. Vera tronditet, ndërsa mbledh veten shehet dritanin, të dashurin e saj të dikurshëm. Do të fshihet, por papritur dëgjon një zë që është tang. Mund të ulem? Ndiqni serinë e dytë të filmit Dhimbja e dashurisë.